Të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, ju uroj një vit të ri me më shumë suksese, më shumë mirëqenie dhe më shumë rehati, shëndet e begati në familjet tuaja. Ky vit që po e përmbyllim na dëshmoj se kemi shumë punë para nesh, shumë pritje për t'i përmbushur. Megjithatë, ishte vit që na bashkoi në kërkimin e një Kosovë ndryshe. Ne nuk kemi dorëzuar kurrë, as atëherë kur përndiqeshim, as tash kur lista prioriteteve sa vjen e rëndohet. Nuk kam asnjë dyshim që me gjithë këtë forcë dhe kurajo dhe me dashurinë që të gjithë ndjejmë thellë në zemrat tona për Kosovën, shtetin ton, viti 2016 do të jetë vit i ndryshimeve, për një jetë më të mirë. Ne kemi vlera të palëkundura, forcë të hatashme dhe parime të qarta. Ato do të vazhdojnë të jenë udhërëfysi ynë në këtë vit të ri. Ju uroj festë të këndshme, gëzuar vitin e ri.